Qeveria ka miratuar programin legjislativ 2 vjeçar, i cili parasheh hartimin dhe procedimin e një ser projekt ligjesh që pritet të ndikojnë drejt për drejt në fushën e sundimit të ligjit dhe në mbrojtjen e konsumatorit. Në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës u bë e ditur se prioritet gjatë 2 viteve të ardhshme do të jenë projekt ligji për themelimin e byros shtetërore për konfiskimin e pasurisë të pajustifikueshme, si dhe projekt ligji për vendosjen e çmimeve tavan për produktet e caktuara. Qytetarët e kanë mirëpritur lajmërimin për këto projekt ligje, duke shprehur shpresën se zbatimi i tyre do të ndikojë në rritjen e transparencës dhe në lehtësimin e përballimit të kostos së jetesës. Që ashtu është shumë mirë, mos mi ngrit senet, mi zbrit senet. Mi zbrit senet se na marrum. Na nuk pa jemi në gjendje me rrogë veteranit me rnjuë, shka me bo, me las truja, uja, bërloga, tana. Duhet më kujdesu pak për popull. Na mirë presim, nëse bëhet për gjithë njëjtë, kudo që t'jenë, qoftë qytetarët private, gjitha ato edhe më të mëdha që janë si Viva Fresh apo Nërtilje, diku tjerat, për arsye se njerëz kanë shumë halle. Nuk mundën me dalë gjitha këto me te i kaluar. Kryeministri Albin Kurti theksoi se këto nisma synojnë forcimin e mekanizmave kundër korrupsionit dhe mbrojtjen e qytetarëve nga rritjet e pakontrolluara të çmimeve në treg, duke i cilësuar ato si ndër prioritetet kryesore të ekzekutivit.